nuk e di kur qysh ja kum nisu në ora 4. Edhe kum pas në afakën që se unë kreve kum dash m'ja u letësu pak punën, për shembull, krejt ju n'kon 24 orë për mu që aty. Po ka 2 orë ja bësh aty shko vlaj se s'ki nevojë çash me nejt për mua, për den shkëshin plajshin se e kanë qitë edhe një shatër në sallë aty ku e kum bo, shkëshin e bëjshin ka një orë gjëm, gjithë mu kon ekipa e frest. Edhe u kon një pisanave që këtë janë tinqizume, këtë janë dokumentume, edhe në momentin që mu më kesh pa doktori në ora 4 mëngjes në atë gjendje, unë edhe që e kum vazhdu garën, për ndryshe e kum vazhdu nuk im nalë, po doktori nëse i shkon që ato momente, që ato mu nuk im këshlon me vazhdu garën. Jemi bindën 100%. U kon Roni Smajli, u kon prezent 24 orë, do më thonë njeri që i ka inshizu çdo send, një send du një me ditë, se u kon hera e parë që unë ja kum bo, kur më ka vetë Roni, a je mirë, ja kum bo, jo, keqjo. Edhe s'kum vazhdu heq kur gju me full. Edhe ke vazhdu halë me... Përveç që kum vazhdu, ja kum nis me një trupi nuk e ka pranu mo, ja ka nis mu dridh, edhe e kum pas që jëm ra me një gjendje që ka dale mu, jo që ka më shtim mu nal, po do më thonë nësë s'ka me përfundu që aty, apë dhe më te gara, do më thonë sekundit ku karakteri i Hobza Sylqës është një 4 herë kampion i crossfitit, është për mu është një vlla mas 2 vllazërve që i kam, mas Besit edhe Kastriotit është Hobza, edhe ka njoft trunin tem edhe ma ka bo bish, pa i thot qështu, edhe thot bish, ullë shtrio veç pusha 10 minuta, se nuk je mirë, mere që t'jakën e veshe, ma ka vesh jakën, a e ka ditë që nëse unë e vesh jakën, nuk nalësh. Jo që nuk nalëna, po ku me vazhdu me tentu. Edhe ku me vesh jakën, ma kam vesh edhe një jakën e tjetër, mi kam pështjel, ja kum lyp një duks mi pështjel kont, me qato qashtu, do më thonë ja kum nis migra, edhe kaluva krizën, mas 38 minutave i kum hek edhe ja kum nis prap, do më thonë ku nuk im nol për 24 orë tjerat, me mëri te metrat e duna, ku te 23 orë kur i kum krye 12 minuta, ja kum nis me bo shumë shpejt me 190 nështa puls zemrës,